Në surën Muhammed, gjithashtu në ajetin 29, thot Allahu xhelle xhelalu: "Am hasibal ladhina fi qulubihim maradun an lan yukhrij Allahu adghanahum." A mëse kanë bo hesap ata të cilët në zemrat e tyre kanë smundje, se Allahu s'ka më nxjerr të prishurat e tyre jashtë, zilin, urrejtës ka më nxjerr Allahu xhelalu ala jashtë? Pra përgjigja është po, ka më nxjerr Allahu xhelalu ala në pa. Kur i vlavdron Allahu xhelalu ala sahabët në surën Al-Fath, e cila ka zbrit pas ngjarjes së Hudejbjes, marrëveshjes së Hudejbjes, ku pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam është nisur për umre, pastaj është penguar dhe është kthyer. Pastaj Allahu xhelalu ka thujt ta çlirim. Në këtë çlirim vëzër, para se më bëj çlirimi, pejgamberi sa më ka marrë besatimin për shumë sahabeve që me net me pejgamberin sa deri në vdekje. Thot Allahu xhelalu në Kur'an, në surën Al-Fath ayeti 18: "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim." Thot Allahu xhelalu, Allahu është i kënaqur, Allahu është i kënaqur edhe për neve. Allahu është i kënaqur me besimtarët, sahabët, të cilët ta dhanë ty besën nën pemë. Janë mbledhur sahabët këtë ja dhanë pejgamberin besën se çka do të ndodh na vdesim me tyje. Vdekje dhe jetë me tyje. Thot Allahu xhelalu, shikoni vëzë, kjo është shumë interesant. Nuk tha Allahu, ja ditja Allah i fartrimnie kanë ata. Ja ditja Allah i se ato që shfolin. Ja ditja Allah i pikavin ata. Çka tha Allahu xhelalu ala? Fa alima ma fi qulubihim. Ja u ditja Allah i zemrat. Ja u ditja Allahu zemrat, fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba. Allahu e zbriti qetësinë te këta dhe i shpërbleti me një çlirim të afërt, i cili ka qenë çlirimi i Mekës. Në surën Al-Hujurat, Zoti jon te bareke ve teala vezër i lavdron sahabët dhe i qorton sahabët dhe të tjerët për atyre që do të vinë pas, që mos me ngrit zanin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në surën Al-Hujurat, ajeti 3, thot Allahu te bareke ve teala: "Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah." Vini rrezë. Shumë është ndërlidh jashtë me brendshmën, zani me zemrën, syri me zemrën, lakmia me zemrën, e kështu me radhë. Thot Allahu xhelalu xhelalu, ata të cilët e ulin apo i ulin zërat e tyre në pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ulin zanin, folin me kadale. Pse? Kjo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhelalu xhelalu, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Shikoni, Allahu thot për zemrat e çdo njerëzve, Allahu zemrat e tyre i testoi për takva. Pra i testoi dhe dulën tamam. Çto zemra janë tamam. Pse? Se i kanë nejtë pejgamberi sa më shikoj vëzër s'kan fol hiç. Ka ardhur transmetimi vëzër se sahabët kur janë ul pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse ka ardhur zogi u ka ul, janë dal. Anal zogi u ka ul te ta. Ngam. Pse? Ata përqetësia që e kanë pasur para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu te bareke ve teala, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allahu ka më shpërbly sahabët me falje të madhe edhe me shpërblim të madhe. Allahu na boft edhe neve prej këtyre që kanë hisën në këtë shpërblim, ya rabbul alamin. Gjithashtu vezir Allahu xhelona surën Al-Mujadala, ajeti 22, përmend Allahu xhelalu se besimtari, përmendëm këta tek çështja e surës Ali Imran, se besimtari zguxon me dash pa besimtarin, edhe nëse e ka akraba. Pastaj do të vim tek shpjegimi i Imam Kurtubiut në këtë mesele. Thot Allahu xhelalu në surën Al-Mujadala, ajeti 22: La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Thot Allahu xhelalu, nuk i gjen një disa njerëz, nuk gjen ndonjë popull i cili i beson Allahut dhe ditës së gjykimit, e pastaj këta njerëz ta duan atë çka e lufton Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por nuk mundesh me gjetë një njeri i cili beson Allahut, ky e do dhe atë çka lufton Allahu. S'mund. Të jone vëzë, çka është shumë e rëndësishme. Thot Allahu xhelalu ala, edhe nëse këta që e luftojnë Allahun mund të jenë baballarët e tyre, apo evlat të tyre, apo vëllezërit e tyre nga gjaku, apo familjarët e tyre, thot Allahu xhelalu vini re kësaj. Sepse këtyre njerëz Allahu xhelalu ja ka shkruajt ku vëzë. Ku ja ka shkruajt imanin? Zakonisht njeriu prit diku tjetër apo fi qulubi, në zemrë ka shkruajt imanin. Zemra ka shkruajt imanin. E ku shkruaj vëzë imanin në zemër nuk lëviz. Ku shkruajt imanin në zemër nuk lëviz. Nëse e ke vesh jashtme,
ka me ardhur puna e zemrës, ka me dal në pah. Kjo vëzër është çka e ka përmendur Allahu te bareke ve teala në çështjen e zemrës në Kur'an. Ajeti mbi zemrën ka edhe shumë të tjera. Shumë të tjera. Por se do të mjaftohemi me kaq. Në sunetin e pejgamberit sa në çështjen e zemrës, dhe rëndësisë së zemrës, kanë ardhur shumë hadithe. Dhe ne do ta bëjmë me disa prej hyrjeve mbi këtë temë derisa të him pastaj tek çështja e veprave të cilat do të flasim me lein Allahu te bareke ve teala për to. Çështja e zemrës në hadith është shumë e madhe. Madje thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, nëse njeriu i mediton me kujdes dhe i përzihat hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i gjen se s'ka vepër që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë se lidhet me zemrën. Dhe këtë vepra që ka mund të bëjë njeriu vetë janë kurzuar me zemrën. A zemra mund të bush përbli pa paguajt, pa bo vepër të jashtme. Për shembull, ka mundsi njeriu me bënë një vepër të jashtme. Nuk shpërblehet, bile dënohet për ta nëse zemra e ka pas gabim. Për shembull, ka dhënë sadaka me e pa njerëzit. Ky nuk shpërblehet për ta. I hub shpërblimin. Apo, ama ka njeriu vetë për shembull, zemra e ka të pastër, thotë mu kam beti kisha dhënë do para për Allah, shpërblehet Allahu xhelel xhelal. Pse? Megjithëse s'ka dhënë kur gjë. Pse? Se zemrën e ka të pastër dhe jetën e ka pas të pastër. Ndërsa vepra vetvetiu pa i lidh me zemër, kur nuk kanë mundësi më shpërblehet. Edhe për këtë vëzë kanë ardhur shumë hadithe nga pejgamberi, sa mund do t'i vazhdoj vetëm disa prej tyre. Ka transmetuar Imam Buhariu nga Ebi Sa'id al-Khudriu radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë se e ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë: "La tasubbu ashabi." Mos i shani shokët e mi. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Thotë alayhi salatu wasalam, mos i shani shokët e mi, sepse sikur njani pi juve, vini realizim, sikur njani pi juve ta jipte në sasi, në gjajshëm, sasi, vlerë, sa kodra e Uhudit altan, s'do ta arrinte as një dhënje të grushtit, dy dur, kështu, sahabës, apo gjim sa grushtit. Vëzër, këtë hadith ka ndonë djetarët, zakonisht si hadith e djetarë nalën shumë. Pse? Sepse që, vëzër, kusha konë në Uhudin me e pa, sa është i madhë? Një kodër prej kodrave të në afërsi të xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. 7 kilometra kodër. 7 kilometra kodër. Gjërsi dhe 7 me 5 afërsisht. Kodër e madhe. Thot alayhi sallallahu alajhi wasallam, "Mu kon kjo altan këtë, njëri e jep për Allah." Sa ka dhënë një shok i jam, me di dur, çështu pak diçka. Apo xhims me një dorë, së në mrin kë. Këtë komente që ka silën vëzën, këtë hadith, ka thonë, qështë mundet me mri kësa sahabën? Ka thonë, s'ka këtu kuptim tjetër, po si kuptim. Sepse në zemrën e sahabijut, është vendosë diçka nga zemra dhe lidhja e zemrës me Allahun, kësë në mrin. Ki thotë, po Uhudin be edhe është me pare, po e dhave, po këjanë sahabe. Në zemrë e këti sahabës, ka mri diçka që se ka, që nuk mundet me mri e dikush për tjerëve. Apo, andaj për shemë dhe Enes ibn Malik, kër i ka pa disa prej tabeinve, tu bo muhabet, u bo si Bubekri, Omeri, kësë më ra, e kanë diskutu ku janë kanë këto njerëz që janë vlerësue. Njëri ka thonë, sigurisht u falë shumë. Njëri ka thonë, ka agjeru shumë, ka lezu Kur'an shumë. Enes ibn Malik ka thonë, nalu. Asë ma shumë namaz se ju s'kan pas. Por shemë njëri mi shku me një vëzër, a thu be Bubekri, më se ka pas dhe një verzion tjetër të sabajt, më se ka falë 4 recate për sta, unë dreq. Jo, lo, di sabaj ka pas, adaj. Po pse ai u ndreq, e pse ti me sa i abzor zbash, pse? Thotë Enes ibn Malik, sepse kish hin diçka në zemër të Bubekrit, s'ka hin të na. Shka vëzër? Kish hin diçka në zemër të Bubekrit, nuk ka hin të na. Andaj tha mos jap një zor ju me namazë. Jo, çat namazë ka falë. Madje Bubekri Sidiku vëzër nuk ka njohur për nafilet moja. Andaj është e njohur rasti, që ka transmetuar Imam Abu Daudi të tjerë nga dietarët, se Omar Khattabi ka thënë, ka lipe nga mësën pare për minimun i luft. Ka thonë, Omar Khattabi ka thonë, sot ja shkova. Ka thonë, ka me shku, ka me morë gjysmën e pasurisë, ka me jadon për nga meri s.a.s. Edhe ka morë gjysmën e pasurisë, e ka thonë, për nga meri s.a.s. Kur ka shkuë, e ka gjetë e Bubekër Siddiku, i ka para prinje. Sa i ka pruhe?
këtë pasurinë. Këtë pasurinë. Apo shumë më ndasi vëllazër, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thënë Abu Bakr Siddiqut sa parë i prunë. Andaj s'ka transmetime sa parë i ka prunë. As Omar Khattabi, ka mujt Omerit më kanë gjim sa më shumë se sa tërësia e Abu Bakrit. Apo se mund të dikush për shembull, këtë pasurinë ka 1.000 euro, ama këtë thonë këtë e ka dhënë. Ka njëri ka 1 milion, i ka dhënë 500.000, njëri thotë, po ki 500.000 pas ka dhënë, po ma ki këtë i ka dhënë. Pejgamberi nuk i veti sa i ka dhënë asti. Po çka veti? Çka lave? Çka lave lidhet me zemrën. Çka i tha pensam e kujt ja lave shtëpinë o Abu Bekr? Çka lave në shtëpi? Tha ja lash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash vëzhgë nëse e merr njëri me thon, çish ja lave Allahi dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çish ja lave, nuk lihet Allahu atë. Po ja i kam lanë një familje e cila me zemër janë të letë me Allahun xhelalu ala. Edhe unë jam i letë me Allahun xhelalu ala, s'prish punë. Andë shka tha Omar Khattabi, nuk shtikna më me tije. E u ka vullos, se u Bakr Siddiku është më i miri njëri mesin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ana vëzër, çështja e dhënjes së pasurisë me çfarë ndryshon vëzër? Ndryshon me dhënien edhe me çështjen e zemrës edhe çështjen e veprës së zemrës.